Ekipi i basketbollit nga Franca pas akomodimit që është bërë në hotelet Luna me kushte shumë të mira. Pas akomodimit për mikrofonin tonë, asistent të trajneri Antonio Beguin ka folur lidhur me faktin se sonte në kuadër të Kupës së Evropës mendon se ekipi i bashkimit është konsoliduar dhe vazhdojnë lojra të mira. Pas një interviste me zotëri Beguinin, mësuam edhe për projektet e lojës së sotme. We feel good. It's the second time we play in Kosovo. We already played last season in Kosovo at Mitrovice against Srpska. So we know that every time is big game in Kosovo. So we feel great, but we're ready to big. Kanë qenë edhe herën e kaluar në sezonin e kaluar këtu, kështu që është hera e dytë që po vinë. Kanë qenë në Mitrovic edhe janë shumë të gatshëm për me luajt. The Bashkimi team is pretty well structured with foreign players, like good US player, good players from other countries and good player from Kosovo. So it's going to be a tough game because it's a good team. So we'll have to be ready to play that game. Bashkimi ka një strukturë shumë të mirë të basketbollistëve dhe ata pritet që janë lojtarë të mirë, gjithashtu ka një lojë vështirë edhe për këta. Siç e ka thënë edhe herën e kaluar, ata janë kanë edhe para një viti, kështu që basketbolli i Kosovës është i strukturuar dhe çdo herë po vjen po premisohet. Këta janë përgatitur që 3 ditë saktësisht, luajnë 2 herë në javë edhe janë të përgatitur sikur për ndaj lojë të kampionatit. Mendon që për të dy skuadrat është një lojë e rëndësishme, për Bashkimin është loja e parë këtu në vendin e tyre, edhe secili po presin që nëse fitojnë secila kanë me pas fitoren e tyre të parë.